nga sala e Kuvendit Kosovës. Po, kushtrimna gjithë kohës do t'jemi brenda dhe jashtë Kuvendit Kosovës për të parë aty ku është më interesant dhe sigurisht për të parë ndoshta edhe informacionet më të reja që vijnë nga atje. Është në pamje Qëndresa Tëshani, e cila duket se ka informacionet të reja sa i përket këtij zhvillimi goxha interesant dhe me peshë për ditën e sotme. Qëndresa, linja është tek ju. Për shkak që 2 nga 3 hyrjet e Kuvendit Kosovës nuk janë të mbuluara, themi kështu nga mediat, aty sidomos sot nga hyrja që i bie ka komuna nuk lejohet të qëndrojnë ekipet mediale, me shumë gjas deputetët e legjislaturës më të re të Parlamentit të Kosovës ja kanë mësyrë më shumë të hyjnë nga ajo hyrje, sesa nga kjo kryesorja që i bie Knejka Sheshi, kryesori Ibrahim Rugova këtu në kryeqytet. Megjithatë ka pasur deputet që kanë ardhur edhe këndej, të fundit të që kanë ardhur në grup, kanë qenë ata nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët e di keni përcjell me pamje. Megjithatë, i vetmi që është deklaruar nga ta ka qenë Besnik Tahiri si shef i grupit parlamentar të tyre, ndonse nuk ka ende një konstituim të legjitimuar tashmë, pasi procedura pritet të fillojë pas pak. Kështu ju drejtua Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahirit. I njëjti tha që janë këtu normalisht për konstituimin e Kuvendit Kosovës dhe për procedurat e tjera që mund të vinë pas konstituimit të Parlamentit Kosovës, derisa bëri me dije që shpresojnë që kjo procedurë të kryhet sot dhe sipas tyre do të përfundojë, pasi që krejt rrethana dhe gjasat janë që kjo të kryhet, pasi duke marrë parasysh edhe deklarimin e ish-kryetarit të Kuvendit, zotërit Basha, i cili ka thënë që edhe nënkryetarët e Kuvendit do të votohen në pako, është bërë me dije tashmë edhe emri që do të propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Themi kështu është një skenar krejt i ditur, nga thonë që kjo procedurë do të kryhet sot. Megjithatë, një vëmendje të madhe ja kemi kushtuar ose kemi tentuar t'ja kushtojmë, më mirë themi kështu, Ramush Haradinajt, i cili është për fol kohë të fundit që mund të kandidojë për president të Republikës së Kosovës. I njëjti ka qenë tepër i rezervuar, duke mos dhënë asnjë deklarim as sa i përket konstituimit të Kuvendit, as formimit të qeverisë, e heq për kandidimin e tij të mundshëm për president vendit. E kemi pyetur nëse i kanë mbledhur në shkrimet e nevojshme 30 sa duhet, nëse tashmë i ka hyrë kësaj pune, nëse dëshiroj të bëhet presidenti i shtetit. Megjithatë, ai nuk ka dhënë përgjigje për këto pyetje, por vetëm është ndalur për kushtimin e Kuvendit dhe gjithashtu për qeverinë pak më vonë kur kushtet të krijojnë. Cili do të jetë pozicioni juaj në këtë legjislaturë? Do të jeni kryetar apo kandidat për ministër për komunitetin? Pa ende nuk kemi ndëgjuar ende kryeministrin kur e bën ekspoze. Por sikur që dy herë më parë, sikur që ju kujtohet, kur qenë kandidati i propozuar për ministrin për komunitetet e kthim, dhe besoj që do të mbetet propozimi i njëjtë dhe e kësaj radhe në seancën pas seancës konstitutive. A jeni të konfirmim apo vetëm prisni nga ajo çfarë ka ndodhur në 2 tentativat kur jeni propozuar për ministër? A e keni konfirmimin nga zoti Kurti që do të jeni përsëri i propozuar për ministër? Pa, normale që një ministër duhet më shpesh të takohet me kryeministrin, sikur që takojmë ne, ashtu që deri në këtë moment krejt shkon sipas. Jeni informuar kur të jetë kandidat për kryetar dhe a do të votonit? Po. Kush është kandidat për kryetar? Sa e di unë, zonja Haxhiu do të jetë kandidat. Për në kryetar të Kuvendit kush do të jenë nga minoritetet? Nuk i di. Do të votoni kandidat nga lista serbe? Do të votoj cili do kandidat kur vjen në pako, sikur që jemi marrë vesh dje. Do të votojmë, besoj, jo vetëm unë, por të gjithë anëtarë të si shihni që u tërhoqën nga emri juaj? Si, fani? U tërhoqën nga emri juaj? Pas vendimit gjykatës së Shqipërisë. Ja, shikoni, që të kuptoni dhe unë vetë jam institucionalist, jam mirë me politik 20 vjetë, dhe normale që organet kompetente në këtë rast gjykata kushtetuese duhet të respektohet, dhe unë gjithmonë dhe gjithë e bëj një gjë tillë. Faleminderit. Dhe kemi parë kështu një prononcim të shkurtër të Nena Drasheq. Tash kemi hyrë në këto 4 minutat e parë të seancës e cila veç është thirrur dhe do duhej ndoshta edhe të fillonte.